Në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak Durrës ishin në rendite 13 pika, të cilat u miratuan të gjitha me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm në mbledhje. Projekt vendime të cilat morën votën kundër të anëtarëve opozitar të Këshillit ishin 4, 5 dhe 11, të cilat lidheshin me buxhetin e vitit kaluar, fondet e mbetura pa u lëvruar dhe përdorimin e tyre për këtë vit në zëra të veçantë. Duke u nisur nga fakti se nga buxheti i vitit 2025 nuk janë përdorur 32 milion euro, kreu i grupit të këshilltarëve demokrat Ardian Muka akuzoi bashkinë për mos eficiencë të stafit dhe deklaroi gjithashtu votën kundër të këshilltarëve opozitar për këto pika. Qyteti ka nevojë për investime, neve këtë e dim gjithë. Fakti që neve nuk arrim të kryejmë investime me ato çfarë para neve kemi mbledhur nëpërmjet taksave, tarifave, si dhe fondeve që na vijnë nga ana e qeverisë, nëpërmjet kanaleve të ndryshme të financimeve që neve marrim si bashki, tregon për një mos eficiencë nga ana e bashkisë. 30% e këtij buxheti nuk arritur të realizohet, një mos eficiencë, një keq organizim në programim dhe në vizionin e bashkisë. Në reagimin e saj, pasi i ftoi këshilltarët e opozitës të mos i votonin kundër, kryebashkiakja Emiriana Sako shpjegoi se këto fonde të trashëguara nga një vit më parë do të përdoren në disa ndërhyrje që bashkia po realizon në terren për të evituar përmbytjen e lagjeve të qytetit në të ardhmen. Nuk është fondi paralizuar për arsyet që ju përmendët, por është fondi i cili në bashki kanë hyrë më shumë të ardhurat të mbledhura dhe kryesisht kanë qenë taksë infrastruktura, ato që janë jashtë parashikimit, sepse ne parashikimin e taksave dhe tarifave tona vendore e kemi me një progresiv të qëndrueshëm dhe i qëndrojmë atyre shifrave, ndërsa vitin që shkoi ka pasur më shumë taksat të infrastrukturës, cilat janë paguar në Bashkinë e Durrësit dhe janë kryesisht zhvillim të hoteleve në zonat turistike. Ju thoni paraprakisht që votoj kundra buxhetin dhe ndërkohë ngrini shqetësimin e përmbytjeve, ngrini shqetësimin e mbetjeve, e koshave, e trajtimit e tjera me radhë, dhe ndërkohë ky buxhet që ju e deklaroni votën kundra, parashikon pikërisht në zërat përkatës, parashikon pastrimin dhe riparimin e sistemit të kanalizimeve të urave të shiut, e cila është një problematikë shumë e madhe e qytetit të Durrësit. Përveç rrugës Sirius, ne punojmë në shëndetaren Taulantia, ku do të bëjmë një bypass, pra është duke u punuar projekti dhe do të kemi ujërat që mblidhen në zonën e pishinës, do të kenë një dalje direkt në det, që do të bëhet në një farë një stacion për të bërë shkarkimin gjatë periudhës së rreshive. Një zë tjetër shumë i rëndësishëm i këtij buxheti është ndërtimi i KUB-s në lagjen 17 pranë Zjarfikses tek rruga Jaja Ballhysa, dhe kjo një zonë e cila mban një sasi të konsiderueshme ujë, një zë tjetër i rëndësishëm i cili ne jemi duke hasur, si më thënë, çdo vit që kalon. Emergjencat civile janë një sektor i cili ka nevojë për një mbështetje shumë të rëndësishme, të konsiderueshme. Pikat e tjera të rendit të ditës u miratuan në unanimitet nga të gjithë këshilltarët e pranishëm në mbledhje.